Duhet të jetë si atyre të mëparshme. Duhen protesta pa kthim deri në zhdukjen e këtij sekti. Është turp të rrim në këmbë një qeveri me 100 skandale në ditë. Nuk kam të shtoj i dashur zoti Curri asnjë fjalë asaj që thoni. Jam 100% dakord me ju. Kreminës, opozita ka përgjegjësinë që të ndryshojë gjendjen e mjeruar ku jemi. Vjedhjet e zullumet vetëm po shumë fishohen. A mjaftojnë protestat e modelit të deritanishëm? A mund të kthehemi tek modeli i vitit 1991? Ditën e mirë, Abazi nga Tirana. Abazi, ju falenderoj shumë për pyetjen. Jam dakord me ju. Protestat e zakonshme nuk zgjidhin problemin. Protestat e qëndrueshme dhe masive janë e vetmja rrugë, të cilat do të arkivojnë të qeveri. Por ato i nërmarin idealist që vendosin të sakrifikojnë, që janë të bindur se nuk ka një rrugë të dytë, që janë të bindur që janë të thirrur në një mision historik, siç ishin të thirrur studentët në vitin 90 për të përmbysur diktaturën komuniste. Sot shqiptarët janë të thirrur në një mision historik për të përmbysur diktaturën që bazohet në shtypin e pluralizmit, drogën, krimin dhe vjedhjen e shqiptarëve. Vera Camaj, përshëndetje dhe respekte nga zemra për të gjithë ju, doktor. Kam një pyetje. Sa do të zjas protesta këtë herë apo një xhiro dhe mbaroj? Jo, protesta e ditës hënë ka këtë karakter që të sqarojë çdo qytetar. Ne hapim aty një foltore, një parlament. Domethënë, ju keni pa se në 10 seanca, opozita është lejuar të debatojë vetëm një seancë, si kur në ndonjë vend apo një pluralist, apo në një historinë e këtij vendi. Atëherë ne, para këtij bllokimi të plot, hapim protestën e parlamentin qytetar, foltorën parlamentare qytetare, para kryeministrisë, një herë në javë, ku deputet dhe qytetar do të flasin, do thonë zërin e tyre. Jo atje ku duhet. I kësaj proteste. Protestat tjera pensionin dhe rritur, po jo atje ku duhet. Por ato do përgatiten dhe do thirren në kohën më të përshtatshme. Mihal Laska, kur do nis analiza e Partisë Demokratike dhe a do bëni një tur në bazë për të motivuar demokratët siç bët me foltoren? Nuk është njësoj si t'ju shohim nga ekrani dhe si të bashkëbisedojmë me ju. Ju falenderoj shumë për pyetjen. Analiza do filloj me njëherë dhe turi im do filloj me njëherë. Pres me pa durim ta filloj. Filloj takimet në të 4 anët e Shqipërisë me demokratët, qytetarët, me shpresën dhe besimin më të madh se shqiptarët me guximin, energjinë dhe kurajën e tyre do përballen dhëm për dhëm me këtë regjim dhe do çelin përsëri. Do rikthejnë votën e lirë, do rikthejnë dinjitetin e tyre. Shaban Hoxha, doktor, pse deputetët tanë nuk e çojnë ligjin e gjinive në gjykatë kushtetuese, se për ne kjo është punë e rëndë për familjet.